Ne jemi të gatshëm për zgjedhje kurdo që të mbahen, tha kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, por siç përsëriti, nuk do të bën alibi për Mickovskin. Filipçe theksoi se zgjedhjet do të zhvillohen në momentin kur pushtetit t'i mbarojnë parat. Ние за избори сме спремни. Утре да се случи, за утре сме спремни за изборите. И со тимот и со програмата. Со мастер планот за Македонија и договорот со граѓаните кој што ќе го презентирам во текот на септември. Нема да бидеме алиби. Христијан Мицковски има 2/3 во собранието. Апсолутна власт. Може да распише избори кога сака. Зошто му е СДСМ сега? Зошто му е? Не навлегуваме во таа игранка. Човекот ќе распише избори кога повеќе нема да има пари, а пари снемуваат. Се повеќе и повеќе. Gavëmëro DPMN-ja u përgjigjen se opozita LSDM-s i është e qartë se cili do të jetë epilogu i zgjedhjeve dhe për këtë arsye po u ikën atyre. I vetmi person në shtet që nuk dëshiron zgjedhje dhe u ikën atyre është Venko Filipçe dhe llumi i LSDM-s. Nga hëna shihet qartë se edhe ati, edhe llumit, u është e qartë se çfarë debakli do të pësojnë dhe si do të mposhten nga qytetarët. Temën e zgjedhjeve të parakoshme javën e kaluar e hapi kryeministri Mickovski, i cili tha se nëse opozita mendon se nevojiten zgjedhje të parakoshme, do t'i përgjigjen pozitivisht kësaj kërkese dhe se do të afitojnë. Pro zgjedhjeve të parakoshme janë shprehur edhe nga BDI-ja dhe Levica. Ka vlen thonë se realizimi i projekteve është më i rëndësishëm se sa zgjedhjet e parakoshme.